Unë ma herët ju thash që shtape msheli. E jo hacës për msheli, se na bojnë e kush në i pytje. Ju thash ma herët që kom një musafir super të mirë, super interesant, një ideal qytetit toni, cili nuk di as vetë pse u ik për këtu, pse iki, na ka rshit për durve na ka ik. Unë personalisht nuk nina mirë, edhe që më një as njerë mirë, kur njerës të mirë ikin për këtu. Pse? Dje kom folë të nditën qysh duhet apo qysh. Normalisht që është zgjidhja personale dhe është gjithmonë ju del mirë. Megjithato ziti qysh e kom një farloj. E kemi një musafir që i bashkon dy botë, krejt ndryshme. Për shembull është humori dikurshëm, inteligjencë artificiale tashme. Me neve Halil Radogoshi Lili. Ja, kujtë Mirëmëngjes. Posh zotën falë që të kom që herët. Jo për shej ka fol. A di se e pushim o vlla, du të me të lënë me flejt. Jo për flej, po se mur gjumi ton natën. Se thash atë për nesme s'dali lollaft ku të vi këtu, do gna mirë. Ton natën çu se merr gjumi flej, merr flej që zbuni rrej vetën. Lili jon i cili është i njoftën për si piqe që njëjtë original, domethënë pa ndru hiç. Veç pak Obama, çu puna e barkit është. Zdi e veta doktorin tha më duket që tu hunger e ki. Po, se të ha edhe pi birrave. Po s'është si amerikan kështu pa lidhje. Jo, për krejt bio. Po ata me bio me jo, më ka kolla me çokoladë, krejt bio. Një pjesë e vogël o birra, krejt çera ato është si kajmak. Në për foldera, tash ky krejt me foldera me Lil krejt shumica njerëzve, sidomos Gjakov ju njohin për skeqet. Për para, domethënë skeqet humoristike, koha e artë, e pakthyeshme. Atë mungon ajo aventurë, qysh është? Po, është normal, ajo pjesë e jetës jeme, ku të shkoj për shembull kur përshkoj te motra ata fëmit nipat e vet thonë, hajt doja Lili bën çysh e koni vogël, se bismillah, për prinçit pul. Me sa thonë. Kënaqen atë të kthyer. Veç me çdo. Për shtak shkrihen mas e skeqet tek si normal, po unë tash ajo kone e pjesë, mas e kërëm këthy mas luftës e këm provu edhe herë. Po mas e i randash një qeter, në mina. Po jo me hek mina, po me punu me programe, me san. Po. Tash me AI, shtë më randë të i përbu. Që shukon me dallimi aty në viteve që ki punu me tash, për shembull, që shdo këtë këtë vjen këtu, a kine nostalgjia i kur t'i shen njerëz? Po marë krejtësenet. Po marë se neven, a di shopuna, neven në nalet sa hati, jo njërë t'keqe. Na ju, ku t'jeni këtu në Gjakov, i mbloni këtu kujtimet me kujtime të reja. Qartë. Neve na mesin çato. Çaty mesin. Haloj më intereson ç'kjo procedurë. Haloj man trave ngjirin studentave. Sa shkoj në Shqipni rrugës e kthej kryt, që man trav u iftoft, ç'të ngjir studentave, tash më thon çikave, kur i thon çikave ç'tu im la, ding therra, ding sandwich ç'u aty, e i maj man krejt këtu, maj njerëz bukën me veti, krejt këtu. Buk patligjon, djath edhe mi fishek. Edhe mbaran man para 2 dite. Të rinë fishekit, a di përpara të ndishëm me bo fishek. Po, tash di, a di na i kush me gazet me bo. Kush zim me bo fishek. Qito, që na ma neve, na i kujtojmë, krejt na kujtojnë, Maran. A të ndodhë për shembull me të befasune e kush me tonë, që Lili i humorit, për shembull, dikush që as tash në ditë sotit. Po, rall, jo shumë, rall, se pak që përdojnë pesha, sa në. Kanë kalu edhe vjet. Normal, po. A ka bashkë më intereson, folim edhe pak të që kjo pjesë, ama se dolim të pjesa tjetër, për më intereson Lil në që ato vite, kur keni bo skeqet humoristike, kur keni bo ato punë të cilat i në konë shumë të frëqme, shumë të mira për popullin i cili na i kemi qenë mosat e dhunshme pa televizione, para, dhe më thonë, i vetëmi bërim informacionit keni qenë ju, dhe bashkë më intereson a ka pas nej rol, nej sketch që e keni bo, edhe që kujton shumë nostalgji, po që kur kërkush se ka po. Që ardë puna mas me dole, hish, dhe më dhe më kone e parë. S'kena pas, po kena pas që në kanë kritiku, për shumë në kena pas dhe polica të... Po, që ata po thamë, që si loj. Se ju në koni përkthejshin. Duke të më këshush me përkthy, e ke arë njoni, tha, i përbëni u farë, se ja i garë, kena pas e sketch që i thëmën e që mërë babës, a dhe shështu, thët, si ju ka met baba san qeter, se da i adha të vesh për na diksi, a i tha, erdhaj, me gjithë grune vetë, njoni, një polic, po, tha, një njëm, tha që ta, dhe pëmëni pak si shumë hajgar për të prëni, ajo i tha, greve, tha, lek, ta përbojnë hajgar dhe më pëmëni vetë, dhe me veti, hajt, hitë shu, a dhe, po, që aty e kum po që, vëtët me pas, kujtet.
E vërtet. Lel, çush ardh vendimi mu shpërngul Suedi? Po i ri atë 17 vjeçë, 17 majt po kum pas shef, u kon vish medal. Si u qel kufini, e ku marr pasaportën. Si u qel kufini mas parë më kon një muj ditë në Shqipni. Si u qel kufini në Shqipni, çato vite, një muj ditë ju merr në përkrejt Shqipninë edhe më ka metë çaj atash. Edhe ja Shqipnisë. Si më kthy mas e medal edhe spedi ai i ri nuk mendon shumë ajo kone për medal me pa që është e kosh. Edhe e shku për mënaj tamona e shku veç. Jo, ju më dalë si krejt rrit në ato kohë, ju më dalë mënaj 3 muj. Për shtë ata 3 muj më bo kosar oblik, më bo pasënek edhe më kthy. Që kjo kon plani. Ani, që ka thonë Joni, du me bo pare lëm të punu. Po. Du me bo pare lëm të punu, tha. Lëm të punu më bo veç pare halon. Pare halon, jo dhe pare jo. Do më thonë, Suedi e angazhun tek agencioni pyjor, atje, edhe jesi qysh senior advisor, qysh pjetar. Këshilltar i lartë. Po, për menaxhimin e dijes edhe për inteligencë artificiale. Po. Tash kur i thon menaxhimi i dijes, informatat që i kanë për shembull ato digjitale për mbledhjen e tyre mikshyrë mi mbledh. Ka do senda për shembull, ai ki pa ku të shkrim në ai firmën se na oni njerë që më bëmi shuaj punën krejt bin poshtë, atë sekreti din. Puna e më mikshyrë çato mi digitalizu, mi marr informata që tinë mi shtin në sisteme, kësaj puna që edhe qert me pas çasin çato. Aha. Domethënë je në kjo si pozitë e rëndësishme po më do. Po, punoj shumë me inovacion. Punoj me drona, punoj me inteligjencë artificiale. Trajnime kam shumë. A mujmë na si vend, si Kosovë, a mujmë na me mësu se qysh Suedia i menaxhon institucionet edhe burimet natyrore? Po. A mujmë me marrë shembull me mësu se na pëmdoket si jo, e kena pas me këta me Jakov Innovation Center vjetë lëpëm një projekt. Janë 1 milioner më do këtë ukon. Nuk na dhanë se kishim pas boni gabim teknik, mas edhe unë nala e krejt po, kena pas me Jakov Innovation Center, u kon digitalizimi komplet 3D, mi po ati krejt pëmëtën 3D në Shkugs, edhe këpesën Kofinit, mi po 3D, mas e u kon shkollat, pyjet në shkolla, mi mësu fmit për kësi sende, edhe u kon, që për shembull Qava, për ditë e shohim, Qavat, u kon qenjet tona, mi bon një database të madhe për tona qenjet që i kena në Kosovë. Në më sarë nën kësa voj banë sa për shmjetojnë, atë kësi sende po. U kon ide fort, po nuk boni, tash këshyrë ma petë ardhen. Po këtu të na, një të mirë të keqe e kena që thojmë, që i kena ideja të i vojmë, vim deri të implementimi që aty, tak vish del njoni, thot, ama janë që thot, Jo, ke projekte i EU-s edhe na patëm gabim ata i qyrën pak hol, po dhe krejt masaj dhe pse nuk në dha neve e nalën krejt ato, tash për më qitë edhe jarpet e lypim. Blej apartament me kredi në fshatin e Gjelbër me 5.000 euro pjesëmarrje. Mundësi financimi me BKT Kosova deri në 25 vite. Pa hipotek shtesë dhe me norma të favorshme interesi. Përjetoni një standard të lartë dhe kushte ideale për një jetë brenda një komuniteti të organizuar dhe hapësire të Gjelbër. Investoni në një jetë më të mirë. Investoni në fshatin e Gjelbër. Lil, shumë njerëz kanë dëgju për AI, domethënë e din për AI, me shohi me domethënë çdo ditë na sillet që ne jemi to pa që diçka ka ndodhur, po jo për AI agents. Domethënë çka AI agents është pak më e shka i bjen kjo ma në gjuhën ma thjesht? Gjuhën ma thjesht i bjen në Gjakovar që e kom gjetë tamon. Hamal digital. Ki njonin të kryin punë. Që ajo dallimi, për shembull këta kitë chat GPT e vetë, e kisi më ullë me dikon edhe i thu, ata bojmë ashtë punë? Thot, bëne, shabo që kjo, të ka zënë. Dallimi me AI agents, këta se amalla digital, këta kryin punën. I thu, për shembull, bëma për mbledhjen e krejt ofertave javore që i kum pas, bëma në Excel, rumi, edhe qëjë se cilit ka një mesazh. Krejt shto i kryin. Do të thonë punëtor. Punëtor. E ki punëtor digital. Si mi marr një punëtor? Për shembull, këta marr një punëtor, i ka dy sende. E ka këto skills si thonë, çfarë zanati duhesh më dhon, edhe si një punëtor të ri që e merr, i thu, ulë çto kimi boti. Më rand, ja kanë zënë detyrat, çtu bën me hi, çtu s'bën me hi. Detyrat e përgjegjësitë veta, po. Përgjegjësitë veta, ai kryn. Çato i kryn. Domethënë është një diçka që është domosdoshme unë në sa vi shoh për shumë domosdoshme.
është hera parë në histori që atë këtu kur na kon të vogël, kur shishim na san thënë kur vjen me kjo teknologji të na. Po. E tash është barazit teknologjike, domethënë shabon një restoran në Amerikë, çfarë teknologjie përdor, mund të përdor edhe në restoranin në Gjakov. Dallim jo vishin formatat me dy qysh mi boçit agent edhe këtu në Gjakov edhe këtu në Kosovë. Qysh më vonë ne, domethënë dallimi i përdorimit të ChatGPT-s edhe AI agent është ka dallim apo? Ka dallim. Ai mundesh mi përdor edhe ChatGPT mundesh mi atë mi kriju një agent. Mirë, po ChatGPT zakonisht na përdorin veç me vetë sen apo bëj çto. Mas të herën që edhe mas 2 muaj është edhe mas një javë killë netin pyeti dush mi shirku ç'sha veta. AI agent një herë ja ngllatis kit punë. Ai man. Edhe vet mundet për shkak s'ki nevojë tonë herë ChatGPT nuk punon pa veti. Ai mundet edhe në mënyrë autonome i kryen punë. Po domethënë mundet minimua edhe bizneset e vogla. Po, më shumë jeni shumë, si se bizneset e mëdha për shembull e kanë një kontabilist, e kanë një që punon me ta tim, e kanë ekipin e kësaj marketingit e këtu. Ti për marketing ai po shumica biznese të vogla që kanë në Kosovë i thonë, "Po ma breni afishet i kipa dalin më të mira." Po. Tash për më marketing mund të bësh për çdo javë, bëj ma breni skript që më bëni YouTube ose që më bëni TikTok. Bashkë të bizneset e vogla kur kemi kaq shumë mundësi lel, mu diçka më mbrengos. Mu mbrengos qysh bizneset i bojnë vetes anti-reklam. I bojnë me do reklamat këqija. Çka mendon për këto? Po se një mirë me agjente, është se në kofse jep një detyrë bëma një reklam, mundesh mi thonë para se me ma karzu mu reklamin, kontrollo dhe ti herë vet, ja jep një rol tjetër. Po. I thu ti kontrolloj agenti i meqem, bëma qëta ma të mirë, ma profesionale. Po kjo me siguri, po kjo varet edhe prej vetdijes pronarit na shefit. Po. Se për shembull më çu njëri me investu e me bë dhe me pas një biznes edhe me bën një anti-reklam për vete dyqysh shumë pa lidhje. A di se po bën reklamat këqija për shembull, se edhe reklama si çdo punë tjetër ka një marifete, ka një Po. lëpni përvojë një. Nëse ajo është tash nëse ai them tjetër. Trajnimi që është tonën, domethënë tonën. E masaj po do të dalë edhe te trajnimi. Ani që të folim për agjenta pra. Po. Qëllimi është që thash janë nisoj, si në Japoni, si New York, si në Gjakov, si në Malta, dumin në Gjakov, nisoj teknologjia. Të njëjtën shumë e paguajnë, të njëjtën nisoj kushton se atje si këtu. Dallimi veç me mësumi përdor. E që tha për mundone, one çat përvoj që kam mi shkep këtu me këshirë që me mujtë me përdor. Lila, mendon që inteligjenca artificiale kam i zavendësu njerëz edhe diqysh a kam i zavendësu, a kam i bë ma produktiv? Qëllimi është për shembull me desene i bën pak më produktiv, po i bën edhe më demela se digitroni, përpara deshim me sant, tash e ki digitroni, nëse është edhe kjo puna, pak më demel bosh. Tash për mizamësu nuk e di, plot procesin pi punën pse këto firmat e mëdha këto, për shembull nuk mundesh mizamësu një që ndërn ujin, që punojnë me ujë. Po dishën digjitale është zamëson. Por kur qysh nuk e di, po nisa në dim sigurt. Kam mizamësu që tani edhe çato biznese që nuk punojnë me ujë. Çata kanë mizamësu të partë. Do të thonë si njerëz, si personat, si firma ato shumë më shpejt që hinë domethënë mi përdorë se son pik. Po, te bizneset e vogla do të një pyetje me ta bë, cili është gabimi që bizneset e vogla bëjnë më shpeshti kur nin për AI? Tuten, sa kushton se gjithmonë bizneset e vogla nuk di ç'është mi bë. Mastaj edhe nëse gjojnë dikon që mund të më ia bë, mundon krejtësinë për herë mi bë. Mi automatizu krejt bëme me AI, nuk bën. Gjojnë një, këshyra i kin rregull, nëse që po testo, bëne, nuk po kushton shumë, $20 kushton një licencë, mi marr se $100 këmbën më tepër. Provo, që të bën mirë, graja, që të bën mirë le, provo çetrën. Mastaj nëse se kiti procesin vet manual në rregull, s'limon as AI-mi. Ani është e çuditshme Lil se na si popull nuk është i tutëm provave. A ke pa ku shkon për natyrë lypi hapaj këtë interesant jep. Që zavendësim thot. Edhe viçepin. Po. Domethënë aty stutëm. Jo. Po kjo është zonë panjo edhe pëhet shumë shpejt. Edhe i sando është pikitash, për shembull, ose më thon vetë doktor, as më thon sot avokat më çel duhet ka firmë këtu se është në farë institucioni. Për AI nuk ka. Mas i di misioni të mund të shpëton jam AI ekspert. Po. Se s'ka kush më ta kontrollu. Po, s'ka kush më thonë jo si e. Po, e tash me ka plot AI ekspert, taksi se ne vini thonë mi ashit një produkte, mi aboni sa ne tash ta pa hupin. Po për shembull nëse një biznes i vogël e ka buxhetin e kufizun, e ka buxhetin e mangë, të vogël për shembull. A ka një rrugë që duhet më ia fillu që është pak më lehtë me ardhjete. S'ka buxhet, është shkurt ship, po marr kredit njëri edhe
u kry. Po. Dhe çfarë ka pas? Çfarë dallimi me agjentat? Me agjentat se nuk lypin në universitet të madh. Nuk dim se vish dia ashtu, dikon ka për shembull ja Communication Center Boneveti, edhe me Bonevetin ku bashkëpunuar shumë, edhe Boneveti domthon ka. E kom pa që ki pas edhe ekipet trive. Po, trive. Po. Gjenti nuk e zdin, edhe ai biznesu hi parë, ka plot që din, më shku më fol ka dorë se në klub investim, që ajo po mundom mi hektuten që një provoni, dy në klub investim na nuk ka 5-6.000 euro, 20 euro në mujt parvoj, qyra apo të bën, s'bën le. Kur dush mund në shpinal, që ajo dallim. Po. E lel me pas ekzistu inteligjenca artificiale në kohën kur keni bo skeqe. Çka ta merr mendja? Çka kishte përdor për inteligjencën artificiale? Kisha përdor se çito kong që pi përdore, edhe që pi bëj për Gjakovën, ai kemi çito Gjakovën. Po vështirë kjo se inteligjent edhe memes, edhe ç'të mi kombinu, çito po bëjnë mirë. E sa në qera po vështirë se këto s'mundesh mi hala nuk kam rri inteligjenca artificiale, ato një ma kong po bën mirë. Po mas disave pi dallon që është me AI se bedon si nisoj. Mu personalisht këto kongt ekzistuese më pëlqejnë, po disa që pi bëjnë krimtari direkt s'pam depërton. Vështirë është që ato dorë që e pjesa. Se ka shpirtin nuk pi ka. Se ka, AI është veç imituse. Imituse. Po, është si cover. Po, nashta si remake që pi bëjnë. Po, bon. Konga ekzistuese, okay, ajo po të flan pak po të flan edhe në vesh edhe Vatka Kasapolli po thot ju përshëndes rruga marr për Suedi ka shkon Vatka jeton në Norvegji. Po, nga Peja jeton në Norvegji. Oh, faleminderit. Ka shkon në Suedi, ti qysh njerëz pse përzin njerëz Suedin me Norvegji? Po ngat si këtu, nga një në qetrë që ato. Si Irakin me Iranin për shembull. Po, çato janë në qetrë. Gjithmonë besa janë dy ajon e kam thu herë Irakin. Po janë kon tani farbakti janë kon. Bish ju nda ma lehtë se sa na. Nëse tipet edhe njerë mundësia mu këthy prap në pjesën e skeqeve humoristike, a kështë pranu tash në qëtë angazhim, në qëtë mosh, në qëtë... Pomër? Po. Pomër shpirtaj? Pomër shpirtaj, hajgore, si se në shtash kesh me i darësën, s'komlon sanë pa bo. Pomër s'komlon sanë pa bo, kse edhe për mirë tavolin për atu nese, vishë se a ki përdu me bëna stand-up komedi atje, për shambull? Jo. Unë mendoj që mundesh mi bëni stand-up. E di, po tash angazhimet që ja spelojnë, se po kom qef mi ka zuk thon Gjarë që shukon këtu në herë. E di me ngjarje të vërteta, normal. Po dhe kret ngjarje vërteta. Këtë me ngjarje të vërteta. Po që si sa në ku ti ka zej çikave, ku ti ka zej shoshnisë, sa ku të mbledhem normal. Po. Lel nëse kishim jap në biznesit vogël veç një këshill, me të thonë, veç një. Cila kish me qenë ajo këshill? Për AI. Po, për AI po. Provo bre, bish provo, hajde, ose tonën që është ky eventi, ose shkon, bën e vet, shkoni Jakova Innovation Center vete gent nukën, thuj gentit, genta, mundesh për kësi, po që ma muni mesazh, thuj çush që kjo, mundesh ma manglatis, vish ta provojnë. Bash do me qit në dalje qëtu që e kom qët eventin, si plakata, shami thonë, edhe nga Peja, për në përshëndet, mirëmëngjesi nga Peja, mirëmëngjesi edhe Lilit, Adnan Husenaj, mirëmëngjesi Adnan. Ta shoh se e dërgova një fotografi shtu. Sot vjen. Aha, kena problem shtu në qëtë laptop. Problem ka një herë. Tash zarqevar Lilia, ki pasi doktori dhombe. Po, fill. Kur shkon të doktorit, po shon dhomi. Afrim Berisha po thot, përshëndetje, me e përzi Suedin me Norvegjin si mi përzi Krelanin me Kramovikin. Afrimin e kemi në Suedi. Po, është një dëgjues dhe shikues joni rregullt, shpesh herë na thot edhe poezit ndryshme. Po. Na ka mungu që sot ditë nuk e di ka umet, po koka tona përcjell. Fani mirë. Lil Dej sot të mdel mu që foto në dalje që aty. Po do me t'i bëjt disa pyetje të shpejta, që unë zakonisht ju bëj mysafir. Stanin. Ju bëj disa pyetje të shpejta që janë edhe duhet më përgjigj shpejt, normalisht. Stanin. Suedia, Kosova. Kosova. Humori a teknologjia? Teknologjia. Pylle apo qyteti? Qyteti. Kafja me mëngjesit a shëtitja në natyrë? Fa shëtitja mërë kafe. Libra a podcast? Libra. Inteligenca artificiale mundësia rrezik. Mundësi. Skeqe që nuk e harron kurr. Sa që mena ma më preqit pull. Me një fjalë që ty të përshkruan mas mirë, vish një fjalë. Po, ton koni jam në qef. Ton koni në qef.
Po. Pozitivitet qetë. Çata, vish ata. Ajo është më e mira. Këshilla më e vlefshme që ke marrë në jetë. Si jam në mendën fort. Po. Çai kishte thon vetes mi taku veten 20 vjeç vetja. A mund veç një fjalë, jo shumë. Po çfarë dallimi, se veç një fjalë. Hajt bëso grahi. Hajt bëso grahi. Nëse AI kom ju shkruani një sketch a kishim mi lujt. Ish dallu si çto kongt. A ish dallu. Ish dallu si çto kongt. A ki po do që pe folin Gjakovarsh për shembull. Për shembull, ta logjikonomia I kom pa djalë fort mirë për Gjakovarsh. Po ja hushën do venda në anin tit, na bonin kryt tit. Na kryt kava. Se skesi ish don. Si mirë dita. Gjëja e parë që bën kur vjen Gjakov. 15 çrbapa. 15 çrbapa. Nuk vjen shok me mua se vjen marrë. Nuk vjen. Ja, thonë hinti përsit na vim asaj. Na vim ku të bringa çrbapit. Po. Ku të bringa si ka fatoset pidin. Tash si çka I fill biçet. Po, fill hoza, po. Gjakova apo Stockholmi për fundjavë? Ja pa Gjakova. Me pas mundësi çdo fundjavë për shemb. Po ja Gjakova dhe. Gjakova. Sekond më I mirë për një herë ato vendet e Kinës. A kish mujt AI mi shkru një sketch edhe me ta qit gozin? Dejti kun po se imiton ka skeqet mira, ai ka pa krejt skeqet që janë në botë, o I trajnon me krejt skeqet. Nashta e shëllon. Po krejt çfarë në jashtë skeqet, që janë digjitale, on trajnon me tona skeqet. Nashta gjona ja. Po, a di kanë herë thom, s'është më shkyçak Norisi AI me s'ka hi shpirtin e Po akip tash me si vdekë. Po, me ka hi shpirtin e Uhi. Lela të frikson një kompjuter super inteligjent. Po, është puna, nuk është më frikson, po është puna kur ju ndal përpara, kur ju ndal makinat, kanë zaventsu muskujt, për shembull, shaboni neri, shabojnë 10 vet ai bagieri bën për heri, edhe bën për një saat, shabojnë ta për një ditë. Po. Edhe tenka është teknologji që përdoret për punë, edhe është makinë, po përdoret për punë këqija, për luftë. Po normal. Edhe AI mundet të përdor për punë të mira, mirë po ka edhe AI që mundet të përdor për punë të këqija. Kjo ku ka si ata që bëjnë të bone. Gojde. Shkuna në mija digitale. Po, Lil Pylli, a të ka mësu ma shumë durimin a disiplinën? Durimin se këta për sa zgat më rrit një pemë të ideal 50 vjetë, 300 vjetë që ata se. Një shkamenon për këta keq bërësit e tonë shqiptar që vish pema pak I pengon vish e ja e kryt. Zemra më dhamë,ës me trajt. Po. Se sa zgat bërët mi bohe sa në. Po, është edhe dhemshme. Që pak e dhemshme. Si mos në i kush, do më thonë, vish I thot atë, po, atë pengona, do më ta hek, vish e hek. Po dhe jo që Për shembull pas fol edhe për Shkukzën, e dim shumë mirë që Shkukza është bo naturalisht, domethënë është bo, po mendoj është bo për njerëz artificialisht. A mundet mu bo edhe një vend tjetër? Çfarë më mendja si puna Shkukzës? Na vjen nashta iniciativa apo iniciativa, po tash kena për shembull po këta një thes me veti që pi bojnë domethënë burimi këta, pi bojnë pa kurfar interesi personal. Tash çfarë gjenerat që I ka mjell Shkukzën nuk janë mona ashta, ose janë deri dikun ose janë deri dikun. Ku ta kena na çat veten me bë diçka që mi mjell diçka që sonë s'ka më përjetu. Po çatër mrrim. Ose më kona iniciative san, po vështirë. Veç është interesant, shumë pak njerëz e dinë që informacion ka të rëndësishëm për shembull. Bile një ditë unë të mendoj që din krejt, tu fol me një shok thajem, fol pa lidhje. Jo më e kanë bo, jo më ta ku ka shans, mi po dash nuk e ka bo për herë. E ka po ka dole. Ka dole më ka I pem pipa kamel. Nuk e di pse s'jam ka muj mi qit ndalje çto fidan. Kam nevojë mi qit që ma ka dërgu Lili për të honën, edhe po kam nevojë me fol edhe pakës për këtë event. Sa ka më zgjat Lil eventi? Është pinjave deri në 3 gjys. Normal ka kafe, pije, tash do të më thirrni jashtë. Andaj pauzë edhe më shumë më kon çeçet. Nuk ka kësi evente me PowerPoint më u lodh, po më u karzu shosht. A mjafton një ditë vesh? Çati u kon dallimi. Kur folëm me këta me Jakova Innovation Center thanë ata bëjmë një trajnim. Mi marr tani me shkënysë s'dishim a din, a shana vesin, a muj mi bo ndërkohë. Thamë pi bëjmë vish një event, vish informim. Shko është si sot që të ka zoba shashtë, po, me dë shemboj praktik që mi po ata që shashtë, e masnej ata marrë me ide shka mujmë na me ju një mund të ardhë. E do më thonë kush dënë mande, mundet kush dënë bezese, po, mundet me kontaktu, ta sha bot, me bëne veta bot, me Jakova Innovation Center, a bën gente, a kush e bën, qëllimi I jonë që gjena me Jakova Innovation Center që folem, është vish mi u ka dzu shka është. Mi po, sa është investimi, që të pyte që patë ti? Po. Sa është investimi, a duna Allah me investu, sha duna me dit, a duna më konë gjeni për kompitera, a bani si se, që to, bish më ardhë mi po, edhe mas dhe me mënu, e me këshyrë. Gas për komani një avokat,
i joni i qytetit, thot thuj Lilit, a kina i plac për ndërtim na i ka hiqu databazave. Se këtu na kanë kop analfabetat. Po se legjon ato të vetën, në Kong për shembull që i bëj për shpirt temin për Gjakova, dhe knash ato ngu vet. Çika i ngon sen zona unë. Po e çatu ku ti bëjmë na për veti, për qert. Hajde se këtyrim. Edhe me leke Gashi për na përshëndet, po do të jeni të mrekullueshëm, faleminderit. Faleminderit shumë me leke. E çe kjo fotografia më dul atje ndalje, që domethënë për krejt interesunt është AI agents për biznese, si agentët inteligjent mund të automatizojnë proceset, të rrisin efikasitetin dhe të krijojnë vlera për biznesin tuaj. E hënë 10 gusht, ora 13 deri në 15:30, Jakova Innovation Center. Nga respekti, Halil Radogoshi. Lili këtu mujnë me marr pjesë të gjithë kush don. Po kush don e hapën falas, ja s'ka kur gjë. Nuk ka ndaj limit, nuk ka ndaj. Jo. Është papagesë? Papagesë është, po. Çata. Plus kafe, çaj. Çka ku ka kundosht fillim na me ka. Po dhe më thoni se na shtani kush e ka ndru kanalin. Hap pa më sna lodh në obodi. Ja, ti ndon me na shit ai sana. Brat Kasniçi do të përshëndetje Edi, ju urojeni një weekend bukur, të fala Lilit. Është njëri shumë pozitiv, respekte. Faleminderit shumë Berat. Faleminderit shumë Berat. Lil, çka puna e inteligjencës artificiale, ish që edhe një përshëndetje e kemi, përshëndetje Edi, ju urojeni një weekend bukur, të fala Lilit, është njëri shumë pozitiv. Edhe kënej pas ka shku Berat din dyja. Dyja ta. Po. Çka si puna e kësaj AI agent është një shtos, një forë, shkon burri shpe nervoz shumë, pa mujt mi kry punë, edhe gryja thot, çfarë problemi ki thot? Shombre, hale, derte, thot, merre dikon me t'i baj derte. Qysh? Merre qitë konkurs, shfa ideja mirë. Qitë konkurs, vjen burën shpejt, nesër, i lumtur. Shka u bo, thot, gjeta, një punëtor. Edhe, sa e po në rogën, tash kjo direkt, 10.000 euro. Qysh do mi pagu ma, derte ti jo. Unë është një në burën mi baj dertet, që më dërson. Edhe tash, AI agents, si më dërson mu, e kom pagu agentin. Lil, ishte shumë knaqësi me qenë bashk na me nalon qëtu të në ditën muj me folë, po emisioni jonë i ka minutat e kufizuar. Kështu që unë falenderoj shumë, merr shumë mirë që të pash. Edhe mu faleminderes. Të uroj shumë sukses. Besoj që edhe unë e kam marrë pjesë këtu. Tani, jemi së ardhën, faleminderes shumë, faleminderes për ftesën, edhe shihem tash. A je edhe gatë kënej pari ka qytet? Edhe ja job. Edhe një janë job. Do më thonë, pas ka mundësi me pas dikush kërkesa për me vazhdu mandej me pas këshillim. Po, nuk ka problem. Nuk ka problem. A mundet më bo mandej kja punë edhe online për shkak me video call ose di shka? Po, këshyrim tash ta shohim çfarë është interesimi, cilat pjesën. Shumë kurse që marrë me video call, me kësi Zoom, me kësi sen. Çata shumë e kena pas trajnime me bënë vetë që kena majt kështu, po. Video call. Lil, unë të falenderoj shumë që erdhe edhe çik kafe se kryva, më në marrë veti ta kthej filxhoni. A shkojmë në të Gjakov, ta vazhdojmë. Lil, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Respekt, shëndet. Duke i falenderuar të gjithëve që ishit me neve, Lilin në veçanti me një njeri pozitiv që t'jep energji, sa që ta sheh veç në foto, lemo kur është live. Unë i përshëndes i falenderoj të gjithëve, duke i falenderuar edhe partnerët e mi Neptun, Kosova, Hoffman, Fshati Gjelbert, A&M Megastore, ëmbëltorën nga Peja në Gjakov, Agusholli dhe gjithë juve që ishit edhe që çaj pe pi dhe pak. Për ka thonaj, të më dham syni ku pe pi çaj, dhe la lugën. Shemi të honën. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Musika. Ama mirë këtu, a atje.